Hijreti, udhëtimi që bëri profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, nga Meka për në Medine, është simboli i sakrificës për hir të Allahut. Ajo është dita që ai, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, la vendin e tij më të dashur, Mekën, për hir të fesë dhe të mesazhit hynor. Ai ishte udhëtimi që do t'i krijonte kësaj feje hynore një djep të qetë ku mund të rritej dhe të zhvillohej larg zhurmave. Ishte dita kur u nda përfundimisht e mira nga e keqja, e vërteta nga e kota. Këtu fillon për muslimanët një epokë e re, një histori e re, një qytetërim i ri, kur u hodhën themelet për ngritjen e atij qytetërimi që mrekulloi botën dhe që nuk ishte parë ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Ajo ishte dita pas së cilës nuk kanë rreshtur përpjekjet për përhapjen e fjalës së Zotit mbi tokë. Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.